Zyrat e Federica Mogherini do të kenë pamje të njëjtë këtë të mërkur mbrëma sikur më 24 janar. Edhe kësaj radhe, kryediplomatja evropiane do të pres presidentët dhe kryeministrat e Kosovës së Serbisë që vinë në takimin e radhës në kuadër të dialogut. Veç se për dallim nga bisedimet e kaluara, ku u fol kryesisht për ulje të tensioneve, palët kësaj radhe do shkojnë me tema të caktuara. Një burim diplomatik i ka treguar klan Kosovës se palja kosovare prir nga Hashim Thaçi, Isa Mustafa, mes tjerash në tavolinën e bisedimeve me Tomislav Nikolićin e Aleksandar Vučićin, do e shtrojnë çështjen e shtrirjes së sistemit të drejtësisë së Kosovës në veri të vendit. Më pas është edhe çështja flet arresteve të Serbisë dërguar Interpolit për shtetasit e Kosovës. Kjo pas arrestimit të Ramush Haradinajt në Francë, por edhe çështja energjetikës, për të cilën dy palët kanë një ujdi. Palët mund të bien në dakordim edhe për një çështje që është implementimi i marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Këtë më së shumti brenda darkës së punës do ta kërkojë pala nga Beogradi. Por asociacioni vështirë se e pranon si punë të kryer pala nga Prishtina, kjo pasi që këta po kërkojnë shuarjen e strukturave paralele të Serbisë në Kosovë, si puna e komunave që funksionojnë në sistemin e Serbisë. Tensionet në takim mund t'i grisë edhe kërkesa e kryeministrit serb Aleksandar Vučić që këtë të mërkur tha se Mitrovica dhe gjendja atje mund të bisedohet i kjo sidomos pas rastit të murit. Kjo në kundërshtim me zotimin edhe një ditë më herët nga presidenti kosovar Hashim Thaçi. Çështja e murit nuk është çështje që duhet të diskutohet dhe nuk do të diskutohet me autoritetet e Beogradit, është çështje e mbrëmshme, kushtetuese dhe ligjore dhe në autoritetin e plotë të institucioneve vendore. Ndërkohë zyra përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme vetëm ka konfirmuar se pret në takimin e dytë Thaçin e Mustafën kundrejt Nikolićit e Vučićit, por se kanë refuzuar të tregojnë se cilat janë temat e këtij takimi që fillon rreth orës 8 të mbrëmjes.